E kush e ka guximin ta thotë të vërtetën në këtë vend, kur gënjeshtra paguan? Mbreti pyllit Luani u sëmu rënd. Dhimbjet ja errësuan humorin dhe mbretërinë e lanë ankth. Dhelpra, që çdo ditë i krihte bishtin e që i njihte shpërthimin e Luanit, vendosi të largohej tinëzisht për të mos u përfshirë në zemërimin e tij. Mungesa e saj nuk i shpëtoi syrit të mbretit. Ai dërgoi ujkun ta gjente. Ujkun, që Dhelprën nuk e kishte dashur kurrë dhe e pa largimin e saj si shansin e artë për t'u afruar me pushtetin. Ajo po komploton kundër teje, mbreti, tha ai. Ma sill këtu me njëherë, i tha Luani. Prej kohësh në Shqipëri, pas çdo skandali të madh, do të bëhet një emision televiziv në mbrëmje me opinionistë të paguar që nuk u amban të flasin për X-in, i dalin në mbrojtje mikut Y dhe e zhvendosin vëmendjen gjithnjë tek personazhi periferik Z. E gjendur përpara mbretit, Dhelpra u shfaqsua. Madhëri, nuk u largova nga mos respekti, por nga shqetësimi. Shkova larg të kërkoja mjekët më të mirë. Luani ngriti kokën. Dhe çfarë të thanë? Dhelpra hodhi syt nga ujku pranë tij dhe qetësisht ia ktheu. Ata më thanë se e vetmja mënyrë për të shpëtuar jetën tuaj është të mbështilleni me lëkurën e një ujku sapo të vrarë. I lodhur nga sëmundja, duke i besuar Dhelprës çdo fjalë, Luani u kthye nga ujku dhe e coptoi në vend.